Okej, nga ky Fatmiri i vogël, tashmë jemi bashkë me nonë. Po, kjo është nona jam. Që i ke shkru një letër, çfarë i ke shkru? Ja kom shkru një letër nonës, ja kom shkru me dorën e majtë. Ishte hera e parë, po. Ishte hera e parë dhe nona se ka marrë letrën, mas 2 jave kër i kam rri atje në Shqipëri, i ka thonë babës tem që kjo letër nuk është shkru për Fatmirit, se Fatmiri ka shkrimi shumë të bukur. Edhe ka thonë babës gjithmonë në vazhdimsi, jam falë se emocionu. Ishte natyrshme. E kom prit edhe i ka thonë babës me 10 herë që Fatmiri është i plagum dikon. Ose gjallë është, po shumë ranë. Të gjithmonë e kom dje, gjithmonë e kom dje. E këto në fotografi shihet nona është e përlotën, ka qenë dita. Ma e bukur e jetës ta, që kërë e kom taku nonën. Mas Sa kohë? një vite që nuk e kom ditë ku i kam prindrit, edhe familjen. Edhe munu shihet edhe në fotografi, dorën të e më shef. Që mos me ju ekspozu, sa ta e dinin, kur kam shku ditën e natën e parë, e rësëll, mas i më këthy prej Istanbulit, Kosova është i runë në Qelshor, unë kom rrinë fund të korrikut, fillim gushtit, ka qenë kjo fotografi, e vitin 1999. Fjalla është, edhe kur kam hyë, kom pas një gjamadan dë bardhë, edhe dorën me qëllim e kom shef që mos më ma pa. Kur e kom përshëndet nonën për herë të parë që e kom pa, nona në dhëmë më ka hetu që si në dhëmë të mi. Edhe fjalla parë ka thonë, ti ko ke i plagun bre birë, qka ki ku i ki dhëmë të tu. Edhe i kom pas atëre të 2 gjyshet, gjyshja e dajve nona e nonës, ka qenë e verbër për shkak se në vitin 1996 Serbët e patën mytë doktor Agem Halitaj në Bunar, në fshatën Runik, ka qenë pjesë e organizimeve të asoj kohë. Pastaj e kom pasë edhe gjyshen nonën e babës, edhe aja gjyshja kërkonte me ditë se qka po ndodhë, edhe kër ju m'ule kom marrë një astake, kom vënu para dorës, që mos me pa tjertë, baba tha, pse nuk po shliruhesh, nuk e heton të baba fare. Nuk e dini ta fare? Absolutisht, ashtë nona hejtësen, absolutisht. Nuk e dini, po, e kom rujtë. Për shkak se na kemi jetu në Shqipëll, Shqipulli ka qenë një pjesë e popullume me, dhe më thonë, me Serbë dhe ka qenë shumë e rrezikshme për kohë me kallëzu, se ku gjindemi na. Edhe, kur e kom tregu, thash, ullune, që kemi pështu gjithë, thash, por unë thash, kam ardhë, e jom këthy prej spitalit, mas jom plagu në Kosovë, i bike para 4-5 muje që është, edhe kom qitë dorën për mbi astak. Tash, Fatmirin e keni pa dorë. Momenti vështirë. Nonës i kanë shku 2 pika lët, edhe më ka thonë, atë kujtojt ditën e parë kër e nisë për u që këtë qka të kom thonë. Tash po e di. Njëtë atë fjallë, po t'i thonë. Çfarë ka thonë? Halal të qofë gjini që ta kom thonë. Krenarë më ke ba që e pata një djallë, mi shërby atë dhe. Për shak se unë e kisha edhe një tezak të romë, shehid dëshmur, dritën Veliun, edhe ishëm pjesë pastaj dajën, ka dre kom pas, në fshatin Kastriat apo Kostërc, ish Kostërc, tash Kastriat, komuna Skenderajt. Edhe si shumica absolute e familjeve tona të prekur, dikush ma shumë, dikush ma pak, po se cili e ka një pjesë hise. Ama ti tash u pajtove dhe jetove me fatin që ishte caktuar për ty. Ashtu është. Nuk u ndale, vazhdove shkollimin. Po, vazhdova shkollimin, edhe domon shtator u ktheva. Si u prite në studime? Kur shkova, unë kisha problem ende me gjandrën e pështymës, për shkak se ka qenë dëmtimi shumë i madh në fullqi,
edhe ka qenë dëmtu me gjandra e pështymës, edhe më ka ndodhë një mrekulli e madhe, kur kam shku në Mekë, në Qabe, ato në oborën e Qabes, ju kam lutë Zotit, ati ku më fshëm falë, me një gotë kështu për mdo këtë pesha, atë ndjesit e jashtë zakonshme, me ujë zemzem, ujë veçantë dhe i shajtë për neve besimtarët musliman. Edhe i kom thonë Allahut, unë erdha në shtëpinë tonë, Zotë jam. Nuk dalë prej këtu ujit, nëse nuk ma rregullon pështyme, gjandrën e pështymës. Shkak se unë do t'jam shërbys i paqes edhe i misionit islam për njerëzit. Nuk muj me ligjeru, o Zot. Unë kom bashkë bisedu me Zotin. Ju kom anku Zotit. Zotit është shumë i dashur. Zotit është shumë i mirë. Zotit është shumë i dhëmshëm. Nana jam shumë është mërzit për gjendjen tam. Edhe baba gjithsesi, po Zotit ja ka te i kalu aty. E më ka përkrashëm. Vallahi, Resul, në gëllënkën e tretë nuk e kam pi, e për njëherë goja më shterë dhe pështyma më është tharë. Kër e kom ba kontrolën finale, pastaj në Istanbul prap, janë mahnit të gjithë kolegiumi mjekësor se që ka ndodhë me ty, ku e ke operu. Thash, më ka operu a i naltë, e që e një kokë naltë, kush naltë? Thash, Zoti kriju si gjithësisë. Kështu pastaj kam fillu studimet, dhe ja, jeta është valë. Është valë. Do të kaloj tek një moment tjetër që po e shkëpus përsëri nga letë. Nona është duke qajtë. E tregove? E tregova. Edhe mundoja që me atë humorin tem, cilin edhe si fëmijë i vogël ku më kanë, edhe çdo rrethon që kam kalu, gjithmonë mi relaksu njerëzit. Edhe i thesha non hala se hala ka me të shku nerva, djallit, s'ka gajle, bësabër. Ta shkruj me dorën e majt. Po, përmende që para 4 vitesh e ke pas edhe një sprov tjetër shëndetësore. Po, vërtet. Ndërhyrje në zemër. Po. Si ndodhe kjo? Kjo ndodhe në vitin 2021, mase e kalum sfidën e globit koronavirusin, edhe në maj pata problem me zemër, edhe pas disa konsultave që i bona këto në Prishtinë, të doktor Luan Përquku, Zoti e rujtë dhe dash sukses, pastaj me sugjerimin e ti shkova në Shqipëri, edhe atje tek mjekët në Tiranë, më thanë që ilaçi yt gjendet në Turqi. Edhe me rekomandimin e mjekëve tonë, të dashur, unë e mora rrugën dhe unë nisa për në Ankara, dhe atje një spital privat e kam kryu ndërhyrjen në zemër, e cila ka qenë ndërhyrje jo dhe letë. Të likështoj kjo? Në aspektin e moralit kështu? Për kundrazi. Kishe përjetu, jetoje me dhimbjen. Shumë e vërtet. Tani edhe një sprov tjetër? Ishte edhe një sprov shumë e rëndë për mu. Madje është shumë normale se cili njeri vetë shkure ndëgjën një lajmë që tjetëri ka problem me zemër, është pak sa një ndjesi senzitive, veç me ndëgju. O ti për vete si e përjetove? Unë për vete kisha dhimbje, kisha problem me frimarje, kisha problem me trahërët e zemrës, të vonë me aritmin e madhe këm pas këtë problem, me rrymën e zemrës. Unë nuk e këm di deri në atë kohë që zemra ka dhe rrymë dhe këtu prodhohet. Rrymë është një lloj generatori, edhe pastaj shpërndahet në 3 rrugë, e ato 2 rrugë anësore janë detyru me e intervenu, me i këput, me i djegë, da i thani, me i djegë, edhe me sjell komplet në një rrugë. Edhe thani inshallah që kjo rrugë banë, se për ndryshe, Zotit lash nash më la fatmirë për fatmirin. Kështu të fanë? Kështu të fanë. Edhe mu ka ndodhë... Po ti qëfar the? Mu ka ndodhë një diçka shumë interesante, Resul. Këtu për e shpalusi. Shumë është interesant se duhej egzaminimi normal që është bëhat për se cilin operim. Edhe kur me pa dorë, më thanë qka, unë duke i tërgu që jam invalidi UÇK-s,
ai mjeku që ka qenë duke shkru për rastin tim, e ka lëshu syzat, i ka hjek edhe i ka vendos mbi tavolin, tha, ti tha je ushtar i Adem Jasharit, thash po. Unë ngrit në kambë, tha, e kum dit, tha, se një njeri madh si Adem Jashari do të ndryshë rrjedhën e botës, për s'kom mendu kur që do t'jetë prej shqiptarëve. Edhe ftoj stafin e tij, tha, so kam hisë pagës në intervenimi që do t'ja bojmë Fatmirit, ata i thanë dikon më duket $3.000. Tha, unë do t'i dhanë, tha, sadak për shpirtin e komandantit legjendar Adem Jashari. Resul, dëbetohem në 99 emrat Zotit. Një jetën time. Ma krenar nuk kam qenë. Se sa ato fjali këm dëgju prej mjekut turk. Për komandantin legjendar Adem Jashari. Dha forcë kjo? Kjo më dha forcë, kjo më dha kurajo, kjo më dha shpirt, kjo ma gjallëroj zemrën, edhe sikur që Fatmiri e ka dhe një zemrë rezervë dhe ma kanë zirat rezervën, e kanë vendos vend kësaj zemrë që po lëngon edhe nuk po rën rahat. Përsëri nga letrat që t'jemi të rrëfimi aty, thatë që u ape ftyrat shoqërisë. Disave që nuk do doje t'u ashija atë ftyrë. Une, deri në atë kohë, kam qenë shumë, nëse ban me përdor fjallën, kujdestar i shoqërisë. I shokëve? I shokëve, i shoqërisë. Në këtë rast është nocion i gjerë. I shokëve, i njerëzve, i njerëzve në përgjithësi, dikush ma afer, dikush pak ma në periferi, nuk është gajlë. Por, me plot kuptimin e fjallës, kur se jeta ndërtohet për mbi nocionin marrëdhënie. Nuk mund është me marë pa dhanë, pos mund është me dhanë edhe pa marë. Të njëjtën kohë. Mund t'japësh gjithmonë. Por ka herë duhet edhe me marë. Edhe erdhi një situatë që pas kësoj sprove, pres me marë. Por atë që e kom dhanë nuk ishte në njëjtin frekuencë. Edhe kujdestarin, tash unë t'alash ty kujdestarin, ti Resul kujdesu për shoqërin tonë. Mirë po, nuk po është në një nivel. Prandaj e përdora, e përmenda këtu kalimthi, për shkak t'ja bëj me dije njerëzve, ose është më mirë me thonë, pse përmende këtë letër, për vetëmin qëllim, që t'ja bëj me dije vëllezërve dhe motrave të mia. Çfarë do punë të mirë që keni punu? Kur mos i bëni pishman, edhe nëse të tjerët nuk t'u falenderohen ose runa zot sillen keq. Por bëne për hir të Zotit. Unë nuk i bi pishman në asnjë rrethon, për asnjë vepër që e kam punu, qoftë e vogël apo e madhe, qoftë e thjesht apo e ndërlikume, sepse kam bërë për hir të Zotit. Por jemi njerëz, edhe po ndodh kanë senet. E jeta kësaj bote njeriu po e sprovoj ka dhe deri në këtë drejgje njeriu. Për këtë arsye e kom përmend m'ja bë me dije njerëzve respektin, dashurinë, afërsinë, pa dallim kush janë ata. Bëne për hir të Zotit, se ta ai nuk humb, ai nuk harron kurrë. Nëse në sprovën e parë ishte djalë i ri dhe kishe breng nënën. Po. Në sprovën e dytë ti ishe baba. Pa fije dyshimi. Dhe madje i Adem Jasharit. Po. Jo veç i komandantit Adem Jashari, legendarit si ushtar, po edhe emrin e djalit e ke kështu. Si e përjetove në këta aspekt? Ishte një ndjesi... Përsa i takon ndjesis që ti je, do t'i mbash fëmijë. Po, është një ndjesi shumë interesante, por gjithmonë kjo ndjesi më ka shoqëru me një afërsi të jashtëzakonshme prej Zotit. Resul, çdo njeri e ka një lidhje speciale me Zotin. Kjo lidhje është intuit, e cila është e mbjellur në shpirtin e njeriut. E kjo din të aktivizohet se ka herë për shkak hamendësimit njeriut në këtë botë, kjo ndjesi del off. E kjo dhezet në sprova, edhe del on, për përdori këtë fjallë. Edhe kjo oni, kur preket, njeriu si kur transformohet
në një lidhje speciale me krijuesin e gjithësisë. Aq është e bukur, aq është e dashur, aq është mbreslënse, aq të jep vullnet, sa që ti je më i fortë, ti je më i fuqishmi, ti je më i madhi, Zoti ta jep këtë ndjesi. Edhe gjithmonë njeriu, unë shpesh i tham njerëzve të afërm, po bre, jam të një zonë të mbrëmshëm, e që ky zonë i mbrëmshëm i prishta e koj librat që janë këtu përballë, ato punët, ato aktivitetet, ato angazhime, sado që janë të perfeksionume, qofshin ndoshta ndonjë rast edhe sprova, komplote, kurthe, e kështu me radhë, është një zonë i cili e thret brenda njeriu, e çaj zonë është mirë ka me ndëgju, se është zonë direkt prej Zotit, i cili për shkak rrethonave të caktume din me e dhezë shpirtin e njeriut, edhe ja lën Zotit në amanet, edhe Adem Jasharin tem të vogël, po edhe plot dje me vojza që ka shqiptaria në përbot, Zoti i rujtë i dhosh sukses. Hoxha Fatmir, faleminderit shumë.